Populli i Themudit. Populli i Themudit është një nga popujt e përmendur në Kur'an dhe është një histori e rëndësishme që sjell mësime të thella për besimin, besnikërinë dhe refuzimin e së vërtetës. Ky popull jeton në një rajon të quajtur Al-Hir, një zonë që ndodhet afër Madain Salih, në veri të Arabisë Saudite. Ata ishin një popull shumë i fuqishëm dhe të pasur, të njohur për aftësitë e tyre për të gdhëndur ndërtesa dhe qytete të tëra në shkëmbim të fortë. Ky popull u dërgua një profet, Salih a.s., për t'i udhëzuar ata në rrugën e drejtë dhe për t'i shpëtuar nga idhujtaria dhe devijimi. Populli i Themudit dhe dështimi i tyre për të besuar. Pasardhës i popullit të Ad, populli i Themudit ishte një shoqëri e fuqishme dhe e pasur, që kishin zhvilluar aftësi të jashtëzakonshme për të gdhëndur dhe krijuar qytete në shkëmbim. Ata kishin gjithashtu pasuri të mëdha dhe ishin të njohur për tregtinë dhe bujqësinë e zhvilluar. Megjithatë, përkundër pasurisë dhe fuqisë që kishin, ata ishin të devijuar dhe adhuronin idhujt. Për të udhëzuar këtë popull, Allahu dërgoi profetin Salih a.s. Ai ishte një njeri i mençur dhe i respektuar dhe shumë njerëz e ndiqnin dhe respektuan atë. Ai u tha atyre: "O populli im, mos adhuroni askënd përveç Allahut. Ju ka ardhur një argument i qartë nga Zoti juaj." Surja Al-Araf 7:73. Salih a.s. u thirrë t'i udhëzoi njerëzit drejt besimit në Allahun e vetëm dhe të ndalojë adhurimin e idhujve. Ai u tha atyre se ata kishin përfituar shumë nga begatitë që Allahu ua kishte dhënë dhe se ata duhet të përmirësonin veprimet e tyre, por shumë nga ata e refuzuan mesazhin e tij. Mrekullia e devës është një nga shenjat më të rëndësishme që Allahu dërgoi për popullin e Themudit në kohën e profetit Salih a.s. Kjo mrekulli është përmendur në Kur'an dhe është një ngjarje që ka një domethënie të madhe në historinë islame, duke na dhënë mësime për besimin, durimin dhe respektimin e urdhrave të Allahut. Konteksti i dërgimit të mrekullisë. Populli i Themudit ishte një popull i pasur dhe i fuqishëm që jetonte në një rajon të quajtur Al-Hir, i njohur për qytetet e tij të gdhendura në shkëmbim. Ata, megjithse ishin të devijuar dhe, pavarësisht pasurisë dhe zhvillimit të tyre, adhuronin idhuj të krijuar nga duart e njerëzve. Kjo i bëri ata të humnin drejtimin dhe të ishin të paudhëzuar. Profeti Salih a.s., i cili ishte një njeri nga ky popull, u dërgua për t'i udhëzuar dhe për t'i thirrur në besimin e vërtet, adhurimin e Allahut të vetëm dhe heqjen dorë nga idhujtarizmi. Ai u tha popullit të tij që të ktheheshin në rrugën e drejtë dhe të ndalonin praktikën e gabuar të adhurimit të idhujve. Por shumë nga ata ishin të ngurtë në zemrat e tyre dhe nuk pranuan mesazhin e profetit Salih a.s. Në këtë periudhë të refuzimit dhe mosbesimit, disa nga liderët e popullit të Themudit kërkuan nga profeti Salih a.s. një mrekulli për të dëshmuar se ai ishte me të vërtetë i dërguar nga Allahu. Ata kërkuan një shenjë të qartë dhe të fuqishme që të mund t'i bënte ata të besonin. Mrekullia e devës. Për të treguar fuqinë e Allahut dhe për të mbështetur mesazhin e tij, profeti Salih a.s. kërkoi nga Allahu që të dërgonte një mrekulli. Allahu ju përgjigj kërkesës dhe dërgoi një deve të madhe si një shenjë të qartë të mundësisë së tij. Kjo deve ishte një kafshë e jashtëzakonshme që kishte një rëndësi të veçantë për popullin e Themudit. Profeti Salih a.s. i tha popullit që kjo deve do të shërbente si një mrekulli dhe një provë e fuqisë së Allahut. Deveja ishte një kafshë e shenjtë, dhe ata që do ta shihnin atë, do të duhej të besonin dhe ta respektonin si një dhuratë e Allahut. Deveja kishte një rol të veçantë në jetën e popullit të Themudit. Ajo mund të pinte shumë ujë në një ditë dhe për këtë arsye u tha popullit që të ndanin ujin me deven, duke u siguruar që ajo të pi vetëm një herë në ditë, ndërkohë që ata mund të pinin në ditë të tjera. Kjo ishte një mundësi për ta kuptuar se kjo ishte një shenjë nga Allahu për të pasur begati. Profeti Salih a.s. i paralajmëroi ata që të mos e dëmtonin deven dhe që të mos e shqetësonin, pasi ajo ishte një shenjë që Allahu kishte dërguar për ta. Kjo ishte një mundësi që ata të pendoheshin dhe të ktheheshin në rrugën e drejtë. Ai u tha atyre. Ai i tha: "Ja, kjo është deveja. Kjo do të pi ujë në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër, jo për një ditë." Surja Shuara 26:155. Kjo mrekulli ishte një mundësi e jashtëzakonshme që ata ta pranonin besimin dhe të shpëtonin nga humbja dhe shkatrimi. Allahu i ofroi atyre një mundësi të dytë për të pranuar udhëzimin dhe për të ndryshuar jetën e tyre. Vrasja e deves dhe pasojat e saj. Megjithatë, një grup i liderëve të popullit të Themudit ishin arrogantë dhe të devijuar
nuk besuan në mesazhin e profetit Salih a.s. dhe vendosën të dëmtonin dhe vrisnin Deven. Ata e sulmuan dhe e vran atë duke treguar një dëgjueshmëri të plot ndaj dhujtarisë dhe veprimeve të pabesa. Në këtë moment profeti Salih a.s. u bë hidhëruar dhe i trishtuar për refuzimin dhe për veprimin e tyre të padrejtë. Ai paralajmëroi ata për pasojat që do të vinin si rezultati i dënimit të Deves. Dhe kësaj, të mos i bëni ndonjë të keqe, se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Surja Shuara 26:156. Dënimi dhe shkatërimi i popullit të Themudit. Pas vrasjes së Deves, Allahu i dërgoi popullit të Themudit një dënim të rëndë. Në 3 ditët që pasuan, populli i Themudit vazhdoi të gëzohej dhe të mendonte se nuk ishte asnjë pasojë për veprimet e tij të padrejta. Por pas 3 ditësh, erdhi dënimi i Allahut. Allahu dërgoi një tërmet të fuqishëm dhe një erë të shkatërrueshme, e cila i shkatërroi ata të gjithë, duke i lënë të vdekur dhe të humbur. Në Kur'an thuhet: Ne lëshuam kundër tyre një ushqim, e ata u bën si shtroj vathi, beturinë e ushqimit të kafshëve që ushtrohet. Surja Al-Kamer 54:31. Profeti Salih a.s. dhe ata që besuan me të shpëtuan, ndërsa të gjithë ata që e refuzuan mesazhin e Allahut dhe vranë Deven, u shkatërruan përfundimisht. Ky ishte një dënim i tmerrshëm që tregoi fuqinë dhe drejtsinë e Allahut. Mësimi nga historia e Deves dhe populli i Themudit. Mrekullia e Deves është një shembull i qartë i fuqisë së Allahut dhe i rëndësisë të pranuarit të mesazhit hyjnor. Ajo na tregon se shenjat e Allahut janë mundësi për pendim dhe kthim në besim. Populli i Themudit kishte mundësinë të kthehej në rrugën e drejtë, por ata e humbën atë mundësi kur e refuzuan dhe e dëmtuan Deven. Dënimi për refuzimin e mesazhit të Allahut mund të jetë i papërballueshëm. Pavarësisht mrekullive që u dërguan, ata që ishin arrogantë dhe nuk pranuan udhëzimin, u shkatërruan. Respektimi i urdhrave të Allahut është i domosdoshëm. Pavarësisht se ata kishin pasur një shenjë të qartë nga Allahu, refuzimi dhe dëmshmëria ndaj saj çojnë në shkatërrim. Kjo histori është një paralajmërim për të gjithë ata që mund të refuzojnë udhëzimin e Allahut dhe për ata që janë të paduruar dhe arrogantë ndaj mesazheve që u dërgohen. Populli i Themudit u shkatërrua si pasojë e refuzimit të mesazhit profetit Salih a.s. dhe për shkak të veprimeve të tyre të pabesa. Historia e shkatërimit të këtij populli është një tregim i fuqishëm për dënimin që vjen pas përçmimit të shenjave të Allahut dhe refuzimit të udhëzimit të dërguar nga profetët. Populli i Themudit është një shembull i qartë i asaj që ndodh kur njerëzit refuzojnë të pranojnë mesazhin e Allahut dhe injorojnë drejtsinë dhe urdhrat e tij. Mrekullia e Deves ishte një mundësi e dhuruar nga Allahu për ta udhëzuar dhe për t'i dhënë mundësinë të pendoheshin, por ata e humbën atë mundësi, duke e mohuar dhe duke shkelur urdhrin e Allahut. Shkatërrimi i popullit të Themudit është një mësim për çdo njeri që refuzon udhëzimin e Allahut dhe injoron drejtsinë dhe urdhrat e tij. Historia e tyre tregon se pasojat e refuzimit të shenjave të Allahut mund të jenë të mëdha dhe të papërballueshme. Në fund, Allahu na jep një mesazh të qartë. Pranimi i mesazhit të dërguar nga profetët dhe respektimi i shenjave të Allahut është rruga e shpëtimit, ndërsa refuzimi dhe injorimi i tyre çon në shkatërrim dhe humbje.